Tamamıyla ndihmuar. Ha? Ka njoftu policia, drejtori i policisë dhe shefi i hetimeve rajonale se ka ndodhur një shpërthim te konsullata turke këtu në Prizren dhe unë me njerë kam dalë në vend ngjarjes bashku me shefin e hetimeve rajonale dhe drejtorin rajonal policisë. Aty kanë qenë të gjitha ekipet edhe hetues edhe forenzika dhe kanë kry punën e vetë. Kemi urdhënuar me bë ekzaminimin e vendit të ngjarjes, janë gjetë disa gjëra aty, shifës është i thyer një xham një drejtarët e konsullatës, nuk tojnë vetëm dëmet vogla materiale, për fat dëmë më të mëdha nuk ka pas as në njerëz, as në objektin e konsullatës. Jenë marrë ato sene që në gjetë një gur, një 2 shishe, dyshohet që kanë qenë me benzina po gaz molotov, shohëm ato ekspertiza do t'i vërtetoj, ato e në egzaminu dhe do t'i jep fjallën e saj ekspertiza. A kemi të ndaluar? Po kemi persona ndaluar, pas veprimeve të ngutshme të hetuesve të policisë, këtu të rajonit dhe stacionit policor të Prizrenit, kemi arritë që në ndërkohë, pra gjatë paraditës së sotme, i kemi ndaluar për momentin 5 persona dhe pse të njëjtit janë bastisë edhe në shtëpitë e tyre nuk është gjetë diçka e dyshim, mirë po personat janë ndaluar dhe do të vazhdoj procedura penale ndaj tyre. Në intervistën e parë, a dihet më kryerit po çka? Duke ditë rëndësinë e veçantë. Nuk e dim, ne dim rëndësinë e veçantë të gjitha ato, neve na ka ardhur keq që kanë ndodhur konsullatës një vend që kemi mikni, mirë po megjithatë për motivet është herë të flasim. Personat veç janë duke u intervistuar në polici me mbrojtësit e tyre dhe hetimet vazhdojnë. Ju faleminderit.